Nuk është era e parë, në fakt është e treta me këtë lajm. Do më thonë ekskluzive prej televizionit para Just Now. Just Now, po është hera e tretë që kemi informacione për sëritë si situatë. Kjo është qetësuese. Do më thonë tash hakem, do më thonë qërë? Tomor, se kishit gjithë reagimin në raport me Malokun, por... Jo, nuk është në raport me Malokun, në raport... Në qëndrimit e ti. Nuk i pota 20 minuta që po thotë zëni Pozhari. Jo, nuk jemi në... Jo, veç të jemi më të shkurt. Unë i thash kështu, në qovë se ka zjedhje, të shpejta, përmbajna, që janë zakonshme, se këto nuk janë zakonshme, nuk e di, a jep zjedhje, dhe zjedhje normale që kërkon zoti Maloku. Unë më duke që jo. Një zgjidhje më normale, më shpejt dhe më nevojshme është pas votimit, pas raund 2 të votimit, kjo një qeveri e shumicës. Pas balotazhit. Po, pas balotazhit, kjo qeveri e shumicës, për të marrë përpara ato sfida që ka vend. Ka janë shanset që kjo të ndodhë pastaj? Jo, ka shanse sepse deputetët janë, mund të kenë oferta. Ka pas shanse që 6 muaj të mërë? Nuk ka pas vullnet. Ordi, a kalkulati kur përgatit skenarin e emisionit po? E kalkulon. Edhe ata kalkulojnë politikën e tyre për me llogarit me dal fitus. Dhe kështu ata kanë pa gjitha palet me dal fitus. S'kalkuloja sa kalkulojnë ta. Jo, ti dhe çdo njeri, dhe ata 8-5 kanë kalkulu politikisht. Limaj ka hyrë në lojë, ka luajtur disa seanca, nuk ka arrit, deri tani është i djegur mirë ka zoti Zeçaj, për arsye sepse nëse hyn ledekja në koalicion të madh, pastaj Limaj bëhet jo faktor. Mund të hyn koalicion, po është një faktor i vogël në koalicionin e qeverisë. Por, mund të ketë edhe një nuancë tjetër. Në qoftë se ka, e përmendi Pozhari në atë komunikimin e vetë pak më herët, që mund të ketë një marrëveshje politike për shumë çështje dhe mundet vetëvendosja ta dorëzojë dhe postën e kryeministrit. Në një veprim tjetër. Seriozisht e ke? Po mundet. Mundet vetëvendosja ta dorëzojë postën e kryeministrit. Sepse për një marrëveshje të madhe mundet. Nuk ka dërzuar asgjë gjë. Unë i ndërhyra zotit Maloku për me e bë pak më interaktiv debatin, por shoh që më tepër e preferon stilin kur